Taksit dhe veturat personale janë shtuar të hënën në rrugët e kryeqytetit duke shkaktuar më shumë trafik. Qytetarët të cilët përdorin zakonisht transportin urban, gjatë së hënës u detyruan të gjendin alternativa të tjera për udhëtim, pasi trafiku urban dhe transporti privat i kryeqytetit pezulluar shërbime në mungesë të pagesës nga komuna e Prishtinës për muaj të tërë, por shumë të tjerë u detyruan edhe të ecën në këmbë. Të normale. Është rruga Xhabet Ahmeti. Ta është deri aty do ecni në këmbë? Po. Qa më bëna pensioner, kështu dohet tokë që s'kemi, autobusi s'punon. Që në ndërtesat e Ramizadikut, të ngërminal do të më dorë kom. E kam shtirë dhe kam bo lëmsh. Këta të më shmumi ta nuk më jesin kom. Ato do të ditë do kush, i riu kalon kodra, lugje, këta të bëjshme mund një hap me qitë. Për këtë gjendje u protestua para objektit të komunës dhe objektit të qeverisë. Kryetari i Sindikatës së Trafikut Urban, Ilmi Gashi, ka thënë se tash e 2 muaj, punëtorët e kësaj ndërmarrjeje nuk kanë marrë paga, ndërsa borxhi i tyre ndaj furnitorëve ka kaluar mbi 1.6 milion euro. Këto momente jena orë për asnjë sent tjetër, jena orë me kërku pagën tonë, për ndjesën që kena punu, jena orë me na i rimbursu damat që neve na kanë shkaktu. Fornitorët e naftës na i kanë ndërprer naftën, nuk e di a jeni të informuar, 1 milion kemë borxh trafiku urban sot subvencion për me bë te fornitorët për naftë. Kryetari i Sindikatës së Transportit Privat, Izet Smajli, tha se punëtorët kanë mbetur pa paga që 7 muaj. Pa pas fare me si ati kërkush të falë. 2.700.000 na i kanë borxh. 2.300.000 kemi obligime ndaj naftit edhe ndaj punëtorëve. Para protestuesve doli edhe kryetari i Prishtinës, Përparim Rama, i cili edhe një herë akuzoi qeverinë për bllokim të buxhetit. Në 3:30 i kanë aloku, në 3:45 i kanë mbyll, mas 15 minutave, kanë mbyll mundësinë për pagesave. Pra kjo është loja për fatkeq e tyne. Me kërkesën e protestuesve, Rama së bashku me punëtorët e transportit publik u nis para ndërtesës së qeverisë, ku edhe kërkoi një takim me kryeministrin e detyrë, Albin Kurti, dhe ministrin e detyrë të financave, Hekuran Murati. Pas disa minutave pritjeje, Rama u rikthye në komunë me arsyetimin se duhet të vazhdoj punët e tij, duke theksuar se sapo t'i pranoi ftesa, ai do të shkonte në takim. Duna me vazhdu punën, jam 2 minuta larg, edhe do t'jem aty, kështu që kurdo që na e dhojnë orën apo na thojnë e janë tash, unë këtu jam. Më vonë ministri Murati pritën në takim protestuesit, por pa kryetarin Rama. Përfaqësuesi i shoqatës së transporteve privat, Avdul Brajshori, ka thënë për kohën se ministri në detyrë i financave, Hekuran Murati, u ka thënë se duhet të mbledhur kuvendi komunal i Prishtinës e ta kaloj bartjen e mjeteve. Greva e transportuesve urban do të vazhdojë edhe të martën. Kryesuesi i Kuvendit Komunal të Prishtinës i mandatit të kaluar, Femi Kupina, ka thirrë seancë jashtëzakonshme për bartjen e mjeteve vetjake të kryeqytetit nga viti 2024 në vitin 2025 dhe votimin e buxhetit të vitit 2026. Megjithëse janë certifikuar asamblesët e rinj, kjo seancë u thirr të mbahet me legjislacion të vjetër, pasi ende nuk është bërë betimi i këshilltarëve të rinj.